Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Të nderuar përfaqësues të institucioneve fetare, akademike dhe kulturore, të nderuar studiues, miq dhe dashamirës të librit, i nderuar autor, zotëni Burhan Aldin Sejfiti, zonja dhe zotërinj, mirë se keni ardhur në promovimin e librit në gjurmët e shtetimit tim të autorit Burhan Aldin Sejfiti, botim i Fondacionit Alsar, realizuar me përkujdesin e veçantë të kryetarit të fondacionit, zotënis Medi Gura. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të promovuar një libër, por për të përkujtuar dhe vlerësuar një rrugtim jetësor të jashtëzakonshëm, të rrëfyer me sinqeritet, ndershmëri dhe ndjeshmëri të veçantë. Pas disa veprave të mbështetura në ngjarje të vërteta dhe botimeve poetike me tematike të ndryshme, autori vjen para lexuesit me një libër autobiografik, i cili përkon me përfjetorin historik të jetës së tij, 50 vjetorin e arratisjes në korrik të vitit 1976. Në faqet e kësaj vepre, autori na udhëheq nëpër etapat më të rëndësishme të jetës së tij, duke rrëfyer në vetën e parë përvojat, sfidat, sakrificat dhe fitorit që ka përjetuar në vende e kontinente të ndryshme. Janë kujtime që shndrohen në dëshmi, përvoja që bëhen mësime dhe ngjarje që frymëzojnë. Ky nuk është vetëm rrëfimi i jetës së një njeriu, është dëshmia e fortës së besimit, e durimit përballë provave dhe bindjes se ndihma e Allahut xhaleshanuhu nuk mungon kurrë për ata që i mbështeten atij me sinqeritet. Është një libër që të fton ta lexosh, ta reflektosh dhe ta jetosh përmes përvojës së autorit, duke nxjerrë prej tij mësime me vlerë për jetën, besimin dhe qëndrueshmërinë. Të nderuar të pranishëm, programin e promovimit do ta nisim me fjalët përshëndetëse të të ftuarve tanë. Ftojmë në podium përfaqësuesin e Fondacionit Alsar, zotënin Bujar Hoxha. Assalamu alaikum. I nderuar Hoxh Burafili, i nderuar kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Mufti Naim Efendi Dërnava, i nderuar profesor Milazim Krasniqi, i nderuar Hoxha Efendi Nikaj, i nderuar Hoxh Josinjan Topulli, i nderuar Hoxh Ekrem Avdiu, i nderuar Hoxh Isameddin Abasi, i nderuar të nderuar familjar të Hoxh Burafilit, i nderuar Hoxh Bekir Alini, të nderuar miq nga mysafir nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut dhe nga Malizi, të nderuar hoxhallar, të nderuar pjesëmarrës. Ju uroj misahalin në emër të Fondacionit Alsar dhe ju përcjell nga ana e kryetarit zotënin Medi Gurës ndjesën e thellë për mos pjesëmarrjen e tij në të promovim, për shkak të një angazhimit të paparashikueshëm, të paparashikuar dhe të pashpamshëm. I nderuar me mbajtjen e fjalës si përfaqësues i Fondacionit Alsar, saktësisht i botimeve Alsar, më duhet t'ju them fillimisht se organizimi i këtij promovimi në këtë korrik të nxehtë respekton jubileun mbase më të rëndësishëm të jetës autorit të librit autobiografik, 50 vjetorin e arratisjes së tij. Brezi që nuk i përket asaj kohe ka krejtësisht pamundur të harrojë atë atmosferë blyese në cilën u mor vendimi për të ikur, për të lënë vendin e për të nisur një jetë të re, e për më tepër, as mund ta kuptoj se Aratia do thoshte atëherë se thuajse ishte i vdekur, i qelluar pas shpinën ndërsa ka përcej kufirin në tokën e ujit. Nëse të kapën ose të kthenin, ishte akoma më keq se vdekja. Dhe zoti që pati Hoxh Burafilit të ishte shkruar ndryshe, bereqetin atij fati, ai e shfrytëzoi si duhet, dhe prova më e fortë e kësaj është vetë ky promovim. 5 dekada më vonë, protagonisti i botimit dhe këtij aktiviteti përçon pa folur të pranishmit mësimin kuranor të këmbimit të njeriut të ditëve të këqija dhe ditë të mira, të ardhjes së lecimit pas vështirësisë e të madhështisë së durimit, si një virtyt i lartë në ekzistencën e të botë të krijesës njerëzore. Hoxh Burafili i iku në korrik të vitit 1976 maktit të pandërprerë të jetuarit pa lirinë e besimit, të jetuarit në mbytjen e krijuar për ateizmit pervers shtetëror,
prej eksperimentit të imponuar nga pushteti së keqes. Ikja nuk që prej mosmbushjes së barkut, por prej pritjes së zbrazjes së shpirtit. La pas njerëzit të dashur, shtëpinë vendlindjen, por jo përsimet prindërore me cilat që mbrojtur. Nuk u dha pas përmbushjes materiale të unit, por e përdori egon për të vënë pas ambicjeve sipërore, për të përpikur për fe e vatar. Qetësia racionale e reflektuar në pamjen fizike të Hoxhës shumë të nderuar duhet të jetë borxhli patjetër për kënaqësisë me cilën ai e sheh të shkuarën e tij. Do e mos ka qenë edhe ai si çdo njeri në tërësinë e mallit, brengave, pikpyetjeve. Do duhet të jetë përballur me gjendje të gjykura humanisht pa rrugdalje. Do duhet të ketë shkuar lot buri në faqe e të ketë pshërotir pa patur një prerë ta mbështes kokën. Ama forca e besimit nuk i ka lënë ta plakosë e errta, është mbajtur fort pas dritës së Allahut dhe ajo i ka rrëfyer udhën e mbarësisë. Është mbështetur tek Allahu dhe ka ndier dorën e mëbujarit. Dhe ja ku e kemi mërgjitarin e posakontë, tek nafton për t'i prekur gjurmët e shpiktimit të tij, për t'i mësuar si jakë misionare, për të kuptuar lodhin, për të njohur me individët e ndeshur gjatë realizimit të synimeve të larta, nga mentorët tek ata që mund t'i ketë lënë, nga mentorët tek ata që mund t'i kenë lënë dhe shijetitur, nga të kthyerit në miq të përreshëm, te të patakuarit më, për të ndalur me imagjinat në vendet ku ai shkeli, ku ngulmoi dhe ku ja doli, për të dëgjuar zonën në Radio Kairos tek Fletship, e për ta parë ato si kopshtar ndërsa përpiqet ta jeshilojë tokën anë, të tharë për ndalimit të besimit. Tek idealisht nuk lodhet për ta kthyer qoftë dhe një copë shkretir në luat. Në gjurmët e shtektimit tim është filmi Në shkronja e jetës së Hoxh Boranfilit. Është trashëgimia dhe mësimi që ai i lë gjakut të tij. Botimet alsar ja sollën me shumë dëshira të publikut, me akoma më tepër vullnet pozitiv nga çfarë kanë përmbajtur bashkëpunimet e mëheshme gjatë këtyre viteve. Brendia e tekstit vlon nga autenticiteti i ndjenjës për jetimin dhe shkrimin. Botimi është shprehje respektit për jetën e tij të tashme dhe frymëzuese të Hoxh Boranfilit, për ndihmën e pakursyer të dhënë nga vitet 90 e këndej për ringjallërimin e fesë dhe ringritjen e institucioneve fetare. Për gjithçka ai dha dhe jep për popullin e tij, për umetin, për vendin, për Islamin. Allahu qoftë i kënaqur me to dhe me ne. Shumë faleminderit për dëgjimin e fjalës, e mbyll atë duke shpresuar që me këtë promovim ti kemi treguar me njohjen e dur fisnikut Boranfilit. Faleminderit. Ju falenderojmë për fjalën tuaj të ngrohtë dhe për mbështetjen e vazhdueshme që Fondacioni Alsar u jep botimeve me vlera kulturore, historike dhe shpirtërore. Dhe tani kemi nderin të ftojmë kryetarin e Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Efendi Tërnava, mikun historik të autorit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, mëshirëplotit. Nderuari dhe shumë i respektuari Zotri Burhanuddin Fili, të nderuar familjarët e Zotri Burhanuddin Filit, të nderuar dashamirët e fjalës së shkruar, Efendi Lejer studiues, pedagog, profesor, të nderuar pranishëm, vëllezër e motra. Është pothuajse e pamundur të flas për këtë vepër të çmuar të vllajt dhe mikut tim të nderuar Zotri Burhanuddin Fili në gjurmët e shtektimit tim, e kthyer për disa qaste mendimin dhe zemrën drejt historisë tonë kombëtare, asaj historie që u farkëtua mes flakëve të sakrificës, u kalit në dhimbje dhe mbjetoi i fal besimit në Zotin e Madhërisëm, dashurisë e pakufishme për atë dheun dhe besnikërin nga idealeve më të larta njerëzore. Askush nuk mund të kuptojë madhështinë e dritës për kaluar në përrëfsirë, askush nuk mund të çmojë lirinë sa duhet pa e njohur peshën e robërisë, dhe askush nuk mund të vlerësojë dinjitetin njerëzor pa parë përballë përpjekjen e atyre që mbrojtën atë me jetën e tyre. Historia e kombit shqiptar nuk është një rrëfim i zakonshëm ngjarjesh, as një rënditje kronologjike datësh, ajo është testament i shenjtë sakrifice, një himn i qendrësisë kombëtare, i shkruar me gjakun e dëshmorëve, me lotët e nënave shqiptare, me lutjet e besimtarëve dhe me dinjitetin e burrave e grave, që
nuk pranuan të përkurin as dërgjegjen, as besimin dhe as dashurin për vendin e tyre. Pas luftës së dytë botërore mbi Shqipërinë rahia rënd e një regjimi komunist, ngritur mbi dhunën mohimin e lirive themelore dhe luftën kundër fesë e besimit në Zot. Ishte një regjim që synoi të shkurte nga zemra shqiptarë në besimin fetar, të shkatronte familjen tradicionale, të fshinte kujtesën historike dhe zëvendësonte dërgjegjen me frikë. Fjala e lirë u mbyll në burgje, mendimi i pavarur dënuar, sa bezimin e krijuesin u shpall si faj që duhet dënuar. Në mënyrë të veçantë u goditën familjet fisnike me traditë, me kulturë, arsim dhe adetari. Ato që kishin qenë shtyllat morale të shoqërisë shqiptare dhe kishin shërbyer me përkushtim ndaj kombit. Ato familje u shpallën padrejtisht armiqtë të popullit. U internuan, u burgosen, u vranë shumë prej tyre, u privuan nga të drejtat më themelore njerëzore. Por historia dëshmoi se mund të burgoset trupi, por jo shpirti. Mund të hesht fjala, por jo e vërteta, mund të rënohen shtëpit, por jo besimi që banon në zemrën e njeriu. Këto familje mbetin kështjellë të pathyeshme të moralit, të besës shqiptare të dinjitetit njerëzor. Në heshin e tyre flisten dërgjegja, në vuajtjet e tyre piqe karaktere, ndërsa në lutjet e tyre ruaj shpresa e drejtësia e Zotit të Madhërisëm, se do të triumfonte mbi padrejtësinë e njerëzve. Kjo është trashëgimia më e çmuar që na kanë prindërit, gjyshrit dhe së gjyshrit tanë. Që të mos e shesim kur të vërtetën për interes, të mos e mohojmë kur Zotin për frikë, të mos e harrojmë kur atë dhëun për përfitim, të mos e humbim kur besikrinë ndaj familjes, komit dhe idealeve që na bëjnë të denjë për emrin shqiptar. Prandaj, derisa sot promovojmë këtë vepër me titullin Në gjurmët e shektimit tim, si një memoar autobiografik, është një titull me ngarkesë të thellë simbolike dhe metaforike. Ai nuk nënkupton vetëm një udhtim fizik, po edhe një rrugtim jetësor, shpirtëror, intelektual dhe kombëtar. Spari, shtektimi është metaforë për jetën, përvojën dhe misionin e autorit. Ai sugjeron një rrugë të gjatë, të mbushur me sfida, sakrifica, takime, ndarje dhe përjetime që kanë përmësuar personalitetin e tij. Fjala gjurmët nënkupton dëshmit, kujtimet të trashëgimin që mbeten pas këtij rrugtimi, duke e ftuar lexuesin të ndjek jo vetëm ngjarjet, por dhe kuptimin e tyre. Së dyti, titulli le të kuptohet se libri nuk është thjesht një rrëfim kronologjik, por një reflektim mbi jetën, besimin dhe dashurinë, misionin dhe përvojën njerëzore. Ai fton lexuesin të ecë në gjurmët e autorit, të njohë idealet, sfidat dhe vlerat që kanë udhëhequr jetën e tij. Ne sot kur promovojmë këtë vepër, nderojmë kujtesën historike, sakrificën e brezave, besimin që i mbajti shqiptarët gjallë në kohët më të erdhta dhe dashurinë e pashuar për atë dhënë, sepse një kom që harron rënjet e tij humb të ardhmen, ndërsa një kom që nderon historinë, besimin dhe njerëzit e tij, është i pavdekshëm. Le të jetë kjo vepër një amanet shpirtëror për brezat që vinë, ta duan Shqipërinë me zemër të pastër, ta ruajnë fenë me përullësi, ta mbrojnë lirinë me guxim, ta nderojnë familjen me besnikëri dhe të jetojnë gjithmonë me bindjen se pa Zot nuk ka paqë, pa kujtesë nuk ka identitet dhe pa dashuri për atë dhënë nuk ka të ardhmë. Pikërisht nga kjo tokë e shenjtë, e vaditur me mund, sakrifica, lot e qëndresë, ka lindur dhe kjo vepër e çmuar e vllajt dhe miku tim Zotri Burhanuddin Fili, me titullin domethënës në gjurmë të shtektimit tim. Ky nuk është thjesht një libër kujtimesh. Ai është rrethim i një shpirti që ka ecur në përpullet e jetës me besim te Zoti i Madhërisëm, me dashuri të pakufishme për familjen, me mall të pashuar për vendlindjet dhe me përkushtim të palëkundur për atë dhënë. Çdo faqe e këtij libri boron nga kujtesa që nuk spehet nga plagët, që koha nuk mund t'i shërojë plotësisht. Nga dhimbjet që janë shndërruar në urtësi dhe nga bindjet thellëse e vërteta, sa do të përndiqet apo të vonoj, në fund gjithmonë triumfon. Kjo është forca e njeriu që beson te drejtësia hyjnore dhe nuk e humb kurrë shpresën. Në çdo rresht ndihet fryma e Shqipërisë. Dhe pse një kohë të gjatë ishte fizikisht larg saj, ndihet aroma vendlindjes, zëri brezave që sakrifikuan gjithçka për lirinë dhe dinjitetin kombëtar. Këto faqe nuk mbajnë vetëm fjalë, ato mbajnë zemrën e autorit, nuk përcjellin vetëm kujtime, ato bartin amanete,
nuk rrëfejnë vetëm jetën e njeriu, ato pasqyrojnë fatin, vuajtjet, shpresat dhe qëndresën e një brezi të tërë shqiptarësh. Vepra në gjuhën të shërkimit tim nuk është një libër që lexohet vetëm me sy. Ai lexohet me zemër, me ndërgjegje dhe me shpirt. Ai na thon të ndalemi përballë vetes, të reflektojmë mbi rrugën që kemi bërë si këmbë dhe të kuptojmë se identiteti ynë është ndërtuar mbi besën, mbi besimin në Zotin e Madhërisëm, mbi sakrificën dhe mbi dashurinë e pakushtëzuar për atë. Prandaj kjo vepër është shumë më tepër se një libër. Ajo është një monument kujtese, një dëshmi e gjallë e shpirtit të pathyeshëm shqiptar, një hemri dashurisë për atë dheun dhe një lutje heshtur që Zoti ta bekojë Shqipërinë, Kosovën dhe mbarë kombi shqiptar kudo që ai jeton. Zotri Burhanuddin Fili u formësua mbi trashëgiminë e këtyre vlerave të një familje të ndërtuar mbi burërinë, edukatën, rendin dhe besimin e palëkundur në Zotin e Madhërisëm. Edhe në vitet e represionit komunist, kur besimi fetar bjentonte në heshtje, familja e tij ruajti identitetin shpirtëror e moral, duke kthyer besimin në burim qëndrese dhe force të brendshme. Mbi këtë trashëgimi të vyer vlerësh u ngjiz karakteri dhe u formësua personaliteti i Efendi Burhanuddin Filit. E formësuar në rrethanat më të vështira të historisë sonë, Zotri Burhanuddin Fili mishëron modelin e njeriut me integritet të lartë, moral, karakter të pathyeshëm dhe përkushtim të palëkundur ndaj vlerave fetare, kombëtare dhe universale njerëzore. Personaliteti i tij është ndërtuar mbi urtësinë, thjeshtësinë, dashurinë dhe një ndjenjë të thellë përgjegjësie ndaj familjes, komunitetit dhe shoqërisë. Besnikëria ndaj parimeve, disiplina në veprim dhe gatishmëria për sakrificë e kanë shoqëruar në çdo etapë të jetës, duke bërë një personalitet të respektuar, autoriteti, morali të cilit buron jo nga fjalët, por nga shembulli i jetës. Të nderuar të pranishëm. Milioni për një digresion të shkurtër. Nuk mund ta lë pa përmendur mënyrën se si, kur dhe ku pata nderin ta njoh për herë të parë Efendi Burhanuddin Fili. Ndoshta po e kaloj pak sa kohën ose mundësinë që më është dhënë, por besoj se ky kujtim ka një vlerë të veçantë, sepse shpjegon jo vetëm fillesën e njohjes sonë, por edhe respektin e ndërsjellë që u ndërtua e u forcua ndër vite. Historia moderne e Egjiptit mban vullin e kontributit të jashtëzakonshëm të personaliteteve përjardhës shqiptare, të cilët në udhëheqjen e dinastisë të themeluar nga Muhammed Ali Pasha në vitin 1805, i cili u shndrua në arkitekt të modernizimit politik, administrativ, ushtarak dhe kulturor të shtetit egjiptian. Për afër një shekull e gjysmë, kjo dinasti dëshmoi se vizioni, dia dhe leadershipi shqiptar mund të linin gjurmë të pashlyeshme në historinë e një kombi të madh. Në këtë mjedis me jehon të veçantë historike, vepronte edhe Qarim Haxhiu nga Lushnja, njëri ndër veprimtarët më të përkushtuar të çështjes kombëtare shqiptare në Merkat. Banesa e tij nuk ajo ishte më shumë se një shtëpi. Ajo ishte një vatër e gjallë shpirtërore, një qendër ku ruheshin identiteti kombëtar, kujtesa historike dhe shpresa për të ardhmen e kombit. Pikërisht në 28 nëntor të vitit 1982, në ditën e flamurit pata nderin të takoja për herë të parë Efendi Burhanuddin Filin, bashkë me dy shokët e midjetës, Efendi Ahmet Ramën dhe Efendi Rëshah Mexhidin. Efendi Burhani atëmat ishte i shoqëruar nga Imam Vevi Ismaili, një hoxhe imam nga Shkodra dhe një veprimtar i njohur i çështjes fetare dhe kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një takim më simbolik të veçantë, ku flamuri, besimi dhe dashuria për atë u bën ura që lidhen dy rrugë jetësore në një miqësi të ndërtuar mbi besimin, respektin dhe përkushtimin ndaj idealeve të përbashkëta. Edhe pse vitet na quan në vende të ndryshme dhe na ngarkuan në përgjegjësi të ndryshme, lidhja jo nuk u zbe asnjëherë. Efendi Burhanuddin Fili ju kushtua me devocion misionit pesnik të përhapjes së fjalës Allahu xhaleshanuhu, duke predikuar paqen, mirëkuptimin, drejtësinë dhe dinjitetin njerëzor, ndërsa ne vazhduam veprimin tonë në Kosovë. Me rënien e regjimit komunist dhe hapjen një epoke të re për kombin shqiptar, Zotri Burhanuddin Fili u kthye në atë jo vetëm si një misionar i besimit, por si intelektual me vizion, i vendosur
ta vinë të përvojën e fituar në shërbim të rilindjes shpirtërore, kulturore dhe institucionale të shoqërisë shqiptare. Kontributi i tij nuk mbeti i kufizuar në fushën fetare. Ajo është rrinë natyrshëm dhe në krijimtarinë letare, ku historia, kujtesa, besimi dhe identiteti kombëtar bashkohen në një rrëfim të vetëm, duke i dhënë zënë ndërgjegjës së kohës. Në librat e shumë të tij, vendlindja nuk paraqitet vetëm si një hapësirë gjeografike, por si burimi i identitetit dhe kujtesës shpirtërore. Ai ngre në pjedestal personalitetet që ndriçuan historinë shqiptare, ndërën dietarët, uleman që mbajtën gjallë vetdijen fetar dhe kombëtar në kohët më të vështira, të përjetëson me dignitet të thellë sakrificën e Kosovës për liri. Për respekt e përgjegjësia i kujton luftën çlirimtare dhe heroizmin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E gjithë veprimtaria e Zotit Burhan Denfilit dëshmon harmoninë rrallë ndërmjet besimit dhe atë dashurisë. Në vizionin e tij, feja dhe dashuria për kombin nuk janë dy rrugë të ndarë, por dy shtylla që mbështesin njëra tjetrën, duke formuar themelin e identitetit njerëzor dhe të përgjegjësisë qytetare. Prania e pandërprer e Zotit Burhan Denfilit në xhami dhe institucionet islame dëshmon harmoninë e natyrshme ndërmjet besimit dhe veprimit dhe përgjegjësisë shoqërore. Veprimtaria e tij intelektuale qytetare mbështetet mbi ndërthurjen e vlerave fetare, kombëtare dhe historike, me sonim për të forcuar vetdijen kolektive veçanërisht të brezit të rinj. Në vizionin e tij Kosova nuk është thjesht një realitet shtetëror apo kujtesë historike, por një amanet i shenjtë morale kombëtar, i fituar me gjatën dhe sakrificën e brezave. Për të liria nuk është një arritur përfundimtare, por një përgjegjësi e përhershme që kërkon drejtësi për pushtim dhe qytetari aktive. Përmes ligjerimeve dhe krijimtarisë së tij, ai përcjell një mesazh të qartë. Sakrifica atyre që flijuan për lirinë duhet të shndërrohet në kulturë përgjegjësie, ndërsa ndërtim institucional dhe vetdije kombëtare, në mënyrë që idealet e tyre të jetojnë jo vetëm në kujtesën historike, por edhe në jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare. Ju falenderoj. Ju i nderuar, thatë për ne që ju falenderit, po ne dhe unë personalisht ju falenderoj pafundësisht për këto fjalë kaq emocionuese për autorin, fjalë që vetëm një individ si ju mund të thotë. Për shkak të pamundësisë për të qenë i pranishëm, mesazhi i kryimamit të Uçinit Ali Efendi Bardhi do të cilët nga Hoxh Astrid Efendi Myka nga Uçini. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimi janë për Allahun xhaleshanuhu, paqja dhe shpëtimi janë për profetin tonë Muhammedin alayhis salam. Nderuri mufti i Kosovës, i nderuar përfaqësues i Fondacionit Al-Sar, të nderuar hoxhallar, të nderuar panelist dhe pjesëmarrës. Shumë nderuara familje e Hoxhës Burhan Denfilit. Vetëm po ta shikosh familjen e Hoxhës, dikush në Egjipt, dikush në Amerikë, dikush në Istanbul, dikush në Shqipëri, tregon madhështi, tregon bët kuptim të zgjan dhe tregon umet. Të flasësh për Hoxh Burhanin mundeni të gjithë. Unë vetëm shkurt, elhamdulillah që na ka takuar Allahu në lëshanuhu me te, shqyr që kemi fesin tonë, Allahu i lashmet dhe të mira. Këtu përfaqësoj për imamin e Bashkisë Islame të Uçinit, Magjistrin Ali Efendi Bardhi, i cili ka mundësi të marrë pjesë këtu. Më dha mua këtë amanet dhe unë do ta lexoj kujdesin e tij. Hoxh Burhan Efendi, simbol i sakrificës dhe frymëzimit. Në historinë e shqiptarëve të shpërndarë në përbot, rrallëherë shfaqen figura që përfaqësojnë me aq përkushtim, urtësi dhe sakrificë, njëkohësisht fenë islame dhe identitetin kombëtar. Një nga këto figura të rralla është Hoxha i nderuar Burhan Efendi, imami nga Malësia e Shkodrës, i cili përçon nur në zemrat tona. Burhan Efendi u lindi një familje me traditë fetare dhe fetare, në një kohë kur besimi ishte ndaluar, ku xhamitë shndroheshin në magazina dhe librat fetar digjeshin, ai nuk hoqi dorën nga ideali i tij për të ruajtur fenë dhe dinjitetin njerëzor. Përndjekjet, ndalimet, frika dhe heshtja nuk e ndalen dot. I vendosur për të jetuar i lirë, për të shërbyer, ai ndërmori një nga aktet më të plotësimshme të kohës,
hijretin përmes ujrave të liçenit të Shkodrës, drejt Federatës ish Jugoslave. Pas një qëndrimi të vështirë në kampet e refugjatëve, rrugtimi i tij e çoi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e më pas në Egjipt, në zemrën e botës islame. Aty, në Universitetin e famshëm të Azharit, ai u formua si dietar dhe u përgatit për një jetë në shërbim të dijes dhe udhëzimit shpirtëror. Por ai nuk u mjaftua me studime, me përkushtim të rrallë themeloi emisionin e gjuhën shqipe në Radio Kairo, një dritare shprese për shqiptarët që jetonin në errësirën e ateizmit shtetëror. Përmes valve të Radio Kairos, ai përcillte mesazhe të qarta për Zotin, për durimin, për drejtsinë dhe për dashurinë ndaj vetë. Pas përfundimit të studimeve, ai u kthye në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku vazhdoi misionin e tij si imam, edukator dhe aktivist. Në xhamitë shqiptare të diasporas të tjera, ai u bë shtyllë e komunitetit, duke udhëhequr me urtësi, duke ndihmuar të rinj të ruajnë identitetin dhe duke ndërtuar ura bashkëpunimi mes brezave në Amerikë dhe në Indje. Ai ishte gjithashtu një humanist i palodhur, i angazhuar në ndihmën për të varfrit, për të smurët dhe për të ndjekurit politik. Në çdo fjalim të tij ndjehej dhimbja për atë dheun dhe dashuria për popullin. Për mua, ai ishte një zot që ndriçoi fëmijërinë time. Unë linda në një familje besimtaresh e patriotësh, dhe se frymëzimet e para shpirtërore dhe praktikën e adhurimeve i mora duke vështruar gjyshin tim të ndjer Rahmetli Molla Selim Shoftafa. Por njohja ime me hoxhën e nderuar Burhan Efendi Fili nuk erdhi si rezultat i ndejave apo i takimeve, por përmes ekranit televiziv. Me ardhin e demokracisë në Shqipëri në vitet 1993, ai u rikthye si zani i fuqishëm i fesë islame. Në ekranin e radio televizionit shqiptar, çdo të premte jepte emisione fetare që u bë dritare shpresë për mirë familjes shqiptare. Në ato çaste, unë sapo i kisha mbushur të 12-ta. Shkenca e psikologjisë vërteton që fëmia në moshën 12 vjeçare është i aftë për të menduar në mënyrë abstrakte. Andaj Zoti i Madh deshi që të krijohen kushtet për një rrugtim shpirtëror timin duke ndjekur edhe mësimet e Burhan Efendiut, personalitet i sakrificës dhe i frymëzimit. Fjalët e tij të ngrohta, të mbështetura në Kur'an dhe tradit, depërtonin në zemrat e njerëzve. Shumë prej nesh si fëmijë prisnin në program me emocion të madh, të mbledhur rreth familjes. Lotët më rrillnin nga sytë sepse në ato fjalë ndjenjim dritën e besimit, ngushëllimin e shpirtit dhe ringjalljen e shpresës. Ai na mësoi për Zotin, për mëshirën, për durimin dhe për dashurinë ndaj njeriu, sakrificën dhe frymëzimin. Fjalët e tij nuk ishin vetëm mësime fetare, ato ishin melhem për plaget e një populli që kërkon të rrugën e tij. Sa herë që takoj këtë personalitet, ndjej detyrim moral dhe shpirtëror për ta falendëruar Zotin që na dhuroi një njerëz të tillë. Ai është më shumë se një imam i thjeshtë, është një mësues, një udhëfyes, një simbol i qëndresës dhe i dashurisë për fe e vërtet. Tragjedimia e tij jeton në zemrat e mia shqiptarëve që e dëgjuan, që u dëbuan prej tij dhe që e panë si shembull të një jete të përkushtuar ndaj Zotit. Mendimet dhe vertikimet e tija kanë qenë gjithmonë të ndërtuara mbi logjikë të shëndosh, të prekshme në zemrat e njerëzve dhe të mbështetura fort në fjalën e Allahut xhaleshanhu. Kjo është arsyeja pse ata nuk e humbin kur vlerën e tyre. Janë po aq aktuale sot sa kanë qenë dje, sepse nuk bien në kundërshtim mes kaluarës dhe të tashmes. Përkundrazi, ato e lidhin traditën me kohën bashkëshorore, duke e bërë fenë të gjallë dhe të afërt me jetën e përditshme. Ai ka ditur të flasë me zemër, por dhe me mendje të kthjellë. Ai nuk ka rënë në gracin e retorikës boshe, siç fatkeqësisht ka ndodhur me disa predikues fetar përgjatë kësaj periudhe që kanë humbur ekuilibrin mes traditës dhe realitetit. Fjala e tij ka qenë gjithmonë dritë udhëfyese, e cila të ngushëllon, të frymëzon e motivon dhe të jep forcë për të shërbyer me përkushtim. Prania e tij është dritë që na udhëzon, fjalët e tij janë frymëzim që na mbajnë të bashkuar, dhe shembulli i tij është motivim për brezat e ri, që të rriten me dashuri për dijen, me respekt për traditën dhe me përkushtim ndaj fesë e komunitetit. I lutemi të Madhit Zot që t'i dhurojë hoxhës shëndet të plotë, jetë të gjatë dhe forcë shpirtërore për të vazhduar shërbimin e tij në tubimet tona, në programet tona dhe në çdo hap të jetës së përbashkët. O Zot, bane këtë shërbim të tij një urë mes brezave, një thirrje për humanitet dhe një frym që ngjall shpresë e besim në zemrat tona. Na udhëzo të gjithëve që ndjekin gjurmët e tij me përkushtim,
me mirësjellje dhe dashuri për të vërtetën. Amin. Me respekt për imami i Bashkisë Islam Plëqinit, Ali Efendi Bardhi. Falenderojmë për mesazhin e tij dhe për fjalët e ndjera për shkruar autorit. Tani ftojmë për të referuar profesor doktor Milazim Krasniqin. Nderuar vëllezër e motra, libri që po promovojmë sot në gjurmë të shtektimit tim i autorit Burhan Filit është një libër kujtimesh, por në të njëjtën kohë është libër dëshmish, dokumentesh e shëndrimit të autorit për kohën e kaluar, një kohë përshkruar nga tronditje të mëdha ideologjike, morale, kombëtare e ndërkombëtare. Duke përdorur fjalën të shtektim në titull, autori na ka dhënë mundësinë që ta konceptojmë rrugën e tij jetësore disingjashëm me shtektimin e shpendëve shtektarë, të cilët fluturojnë për vende të larta, në mënyrë ciklike, duke shkuar e duke u kthyer gjithnjë me një qëllim të paracaktuar. Qëllimin e paracaktuar si përkushtim e si manifestim ndaj fesë e atë dheut, autori na zbulon në fund të librit kur thekson, po e citoj, në gjurmët e shtektimit tim nuk është thjesht rrëfim historik, por është një ftesë për të shëtitur së bashku me lexuesin kundërshtar në rrafshin e jetës sime. Zanatilla e saj është në gjirin e dashurisë prindore, ku theksi kryesor ishte rrënjosja e dashurisë ndaj Allahut, pejgamberit, Kuranit dhe Vatanit. Mbyllet citati. Leximi i librit na bën të qartë se autori, edhe kur është arrapisur në rini me dy miqtë e tij, duke rrezikuar jetën e tyre, ka pasur synim që të kthehej, sapo të përmirësoj kohalik që kishte platosur vendin e tij. Sikur dihet, edhe shtektimet e shpendëve shoqërohen nga sprova e rreziqe të shumta, por shpendet mbeten këmbgulës në shtektimin e tyre dhe në planin që të kthehen sërish e sërish. Si për koincidencë me atë mision të çuditshëm e të mrekullueshëm të tyre, autori ynë është rikthyer në foljen e vjetër, e është rikthyer fitimtar në Shqipërinë e tij, të ndruar gjatë si vend të lirive, kësaj here për të dokumentuar shtektimin e tij të suksesshëm edhe në këtë libër kujtimesh të freskëta, të cilin po e promovojmë këtu sot. Tradita e kujtimeve në jetën intelektuale, politike, fetare, kombëtare na rezulton shumë e varfër. Janë të pakët ata personalitete shqiptare që kanë lënë kujtime të shkruara. Secili do të ketë pasur arsyeën e vet, por rezultati është se kemi një memoristik shumë të varfër, rrjedhimisht kemi pak dëshmi të dorës parë, por rrugët që kanë kaluar, fatet që kanë pasur shumë nga burrat e kombit tonë. Prandaj këto kujtime të aktivistit të tillë si të shuar në Islam, vllauton Burhan Filit, janë vlerë e veçantë në këtë kontekst si një thyrje e akullt, sidomos kur është fjala për personalitetin fetar islam. Këto kujtime nuk janë strukturuar sipas një rendi strikt kronologjik të ngjarjeve, po janë alternuar sipas ndikimit të shkak pasojës, po dhe të rëndësisë që vetë autori u ka dhënë me rastin e seleksionimit të tyre. Si të tilla ato paraqesin vetëm majën e icebergut të jetës së tij, përkatësisht të ngjarjeve që kanë ndodhur në shtektimet e tij të paveshtura. Mbetet që autori ta vazhdoi këtë rrëfim edhe me ngjarje të dhëna të reja, që do ta plotësonin rrëfimin e tij jetësor. Për një ide e dëshirë të kësaj natyre i uroj të ketë vullnet e shëndet, duke siguruar se sa më shumë që të ndriçohen shtektimet e tij jetësore, aq më shumë mund të nguliten në memorien e bashkëkombësve vlerat e atyre shtektimeve, dhe rezultatet e thirrjes në besim, në identitet, në vlera kombëtare e njerëzore. Nga rrëfimet e vllaut tonë Burhanit, ne sot mund të nxjerrim disa konkludime për atë kohë, po dhe për kohën dhe tonë dhe për kohën që vijnë. Mund të konkludojmë se politika ditë të jetë brutale dhe madje barbare në shkeljen e lirive fetare njerëzore. Politika mund të tentojë të arrestojë individin pa faj, ja konfiskon pasurinë, e fut në kampe pune, mund të tentojë të ndalojë edhe besimin fetar. Kjo ka ndodhur në Shqipëri, por kjo ndodh edhe sot në vende ndryshme të botës,
fjala vjen tek ujgurët e tek palestinezët. Nga përvoja e autorit tonë tashmë kemi të qartë se në raste të tilla të cenimit të lirisë e të identitetit, individi nuk duhet të pajtohet, nuk duhet të nështrohet, po duhet të refuzoj e duhet të rezistoj. Pra edhe duke u arrapis nga vendi ku ka padrejtësi, diskriminim e barbari. Atë mësim në fakt ne kemi të dëshmuar nga pejgamberi i fundit Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të. E dyta, kujtimet e Burhanit na bojnë me dije se në kushtet e ideologjisë monstruoze dhe terrorit shtetëror, familja është streha më e sigurt për individin. Në rastin e tij dëshmohet se vlerat dhe solidariteti brenda familjar janë të rëndësishme për motivimin e individit për veprim. Ky shembull i mrekullueshëm për vlerat e familjes na duhet shumë edhe sot, kur kriza e familjes është evidente. Njohja para ardhësve e farefisit dhe krenaria me ta, në rastin e autorit tonë, është model se si duhet të kultivojmë kujtimet e përbashkëta dhe të ruajmë traditat dhe vlerat familjare. E treta, jo vetëm në kushtet e sprova vjetësore, por në jetën tonë në përgjithësi, shumë njerëz kanë ndikim dhe mendimin e tyre ata bën arsye e suksesit të individit. Rasti i Burhanit është tipik në këtë kontekst. Ai na ofron se nga do ku ka shkuar, në Maltëzi, në Itali, në Shtetet e Bashkuara, në Egjipt, në Europë, në Kosovë. Pra, kudo ku ai ka shkuar, ka zgjedhur miq të sinqert, burra që kanë këshilluar dhe kanë ndihmuar. Por shumë prej tyre kanë pasur ndikim që Burhani të ndiqte ëndrrën e vet dhe të arrijë suksesit që ka arritur. Në këtë sfond, zgjedhjet më të reja shkencore po vërtetojnë se suksesi i individit nuk varet vetëm nga talenti ose nga përpjekja individuale. Por varet në mënyrë vendimtare nga familja dhe nga njerëzit me cilët ka të bëjë. Malcolm Gladwell në librin e tij Sekretet e suksesit, pasi ka ndjekur fate të shumta të personave të suksesshëm për masa botërore, konkludon, po e citoj: askush, as pyet herokut, as atletet profesionist, as miliarderët e programeve kompjuterike, e madje as vetë gjeni, nuk ja dalin dot vetëm. Mbyllë citati. Pra përvoja që na ka zbuluar edhe rrëfimi i autorit tonë, Burhan Filit, na thot se ai kudo ku ka gjetur njerëz të mirë, ka gjetur njerëz të mirë dhe punë të mirë. Për ne besimtarët islam, ky fat i mirë na dëshmon se kur është qëllimi fisnik dhe i sinqert, Zoti e ndihmon njeriu duke bërë të shoqërohet me njerëz të mirë e vullnet të mirë. Nga ndodhi që na paraqet autori një rëndësi të veçantë shoqërore, ka angazhimi i tij ngulmos për një mision në gjuhën shqipe në Egjipt. Duke shpalosur ecijakët e tij, kontaktet, bisedat dhe intervistat e botuara, na bën të qartë jo vetëm këmbëvulja e tij, por edhe natyra, si e një labirinti e politikës editoriale shtetërore të asaj kohe në atë vend. Duket simpatike, po nga pak edhe dramatike, kur sheh se si një idealist tenton ta luftojë politikën shtetërore të afërmit të vet, në një shtet huaj, i cili nuk ka ndonjë qartësi strategjike për Shqipërinë as për politika pro-islame. Pra në këtë kontekst, këto dëshmi janë edhe me vlera dokumentare. Një pjesë të kujtimeve të shpalosura nga këtë libër, autori akuston angazhime me shumë planëshe për ta ndihmuar Shqipërinë pas rrënies së diktaturës dhe fillimit të demokracisë, kur u rikthyen liritë fetare. Kontaktet e vizitat e realizuara gjithandej botës arabe, bashkëpunimi me Hafiz Sabri Koçin, kanë kontribuar që të njihen e të adresohen nevojat e komunitetit musliman shqiptar, të cilat në atë periudhë ishin urgjente. Kontributi i autorit tonë në këtë aktivitet është evident dhe me rezultate solide. Po ashtu spikat angazhimi i aktivistit dhe thirrësit Burhan Filit për ta bërë të njohur dhe për ta ndihmuar kauzën e Kosovës në vitet e okupimit. Disa nga aktivitetet e drejtuesve të Bashkisë Islame të Kosovës botën arabe, Recep Boys e Naim Tërnavës, mundëson nga kontaktet dhe ndërmjetësia Burhanit, gjithë edhe nga perspektiva e sotme e meriton vlerësimin e madh dhe vëllazëror të gjithë shqiptarëve. Në kujtimet e Burhanit defilojnë personalitete të shquara, si Bilal Xhaferi, Imam Bebi Ismail, Eduard Kroll, Ahmed Raif, Dr. Mohamed Mahjub, Ahmed Bezer, Dr. Murat Ofman,
Vepi Sulejman Gavoci, dërë Mahathir Mohamed, dërë Sali Berisha, shumë të tjerë. Vetë emrat e tyre, funksionet e tyre janë dëshmi e nivelit të lartë të angazhimit të Burhanit në çështjen tonë fetare e kombëtare. Edhe dy veçori të këtij libri kanë dëshirë të vënë spikam në këtë rast. Prirjen poetike të autorit, cilë përmendje dhe mjaftimin e nderuar, dhe kujtesën e fortë të tij. Disa personalitetet e ngjarjeve autori ka kushtuar poezi të ndjera, plot emocione e respekt. Fryma e vargjet të tij është disi e ndërlidhur me poezinë Alamiato ose Bejtegjive, si e thëshë të ne, gjë që është e vetkuptueshme. E dyta, kujtesa e tij shumë e fortë i mundson lexuesit të mësojnë në detaje, jo vetëm për gjeste e veprimet e njerëzve, po edhe për detajet si llojet e ushqimeve që ngrënë në pritje anëndeja të ndryshme. Edhe nga kjo anë rrëfimi na bën më të besueshëm dëshminë e tij, sepse ai paraqet ngjarje që i mban mend në detaje, ngjarje për të cilat ka dëshmitar, të cilat kanë pasur detyrimi dhe ndikime konkrete. Pra më duket shumë brezlënëse se si një linjë e kujtimeve plotësohet me poezi, pra me fiksion, ndërsa pjesa tjetër e rrëfimit është dëshmi e faktuar. Nga leximi i këtyre kujtimeve, secili prej nesh mund të ketë dobi, sepse përvojë vitësore Burhanit vërtet rezulton shumë interesante. Bile vërtet është e pazakonshme. I rritur në një familje me tradita të mirëfillta fetare islame. Burhani përveçon botë vështrimin islam i botën që në fëmijëri dhe pastaj arrin shumat botë vështrim të nguritur fort, të rezistoj presionit e zullumit të kushtetit mizor. Pra kërëfim në mëson se besimi i nguritur dhe i sinqert bëhet themel i vendosmërisë e guximit e veprimit, gjë që ka rëndësi shumë të madhe në kohën tonë, kur dominon sektësia, eklekticizmi dhe kosidashja. Kujtimet e Burhanit ne zbulojnë edhe një botë të panjohur e të harruar të emigracionit shqiptar, i cili si tillë shquhej për burni, patriotizëm, solidaritet dhe tolerancë fetare. Burhani na nxjerr parasysh e kujtesës njerëz të cilët nuk janë askund në kujtesën tonë, sepse si antikomunist janë shpallë armiq e nuk janë rehabilituar asnjëherë. Historiani i mirë do t'i merrte këta emra, do t'i sistemonte, do të fillonte një hulumtim për ta, ose pakta për ndonjërin prej tyre. Do të dilte një mikrohistori e bukur dhe e dobishme. Pak më herët me mikun të nderuar historianin e njohur Dr. Qerim Litën, po bisedonin pikërisht për këto tema, sepse ai merret pikërisht edhe me zbulimin, ndriçimin e shumë prej këtyre figurave të rëndësishme të jetës shqiptare që perioda e komunizmit ka lënë harres ose i ka shmonë komplet nga historia. Miq të nderuar, jo vetëm kujtimet e Burhanit të botuara në këtë libër, po edhe këtë urdim vllazëror, me gjitha njerëz të mirë e vullnet mirë, është provë e qartë e rrugës jetësore të Burhanit, i cili nga ku ka shkuar, ka bërë miqë të shamir, ka ftuar në misien të vllazëri, ka përhapur mesazhin e Islamit dhe sot është njëri nga njerëzit e nderuar në komunitetin tonë, po edhe në botën shqiptare e mesxhet. Nuk është pak për një njeriu të filluar në një zonë të izoluar, në një diktaturë shtypse, në një botë ku padrejtësia dhe diskriminimi shtypin sidomos ata që rezistojnë. Në rastin e Burhanit, më duket se vlen sakt ajo që ka thënë Ibrahim Kalin ose Kallen në librin e tij Vizitë në kasollën e Heideggerit, ku ai thotë, po e citoj: njeriu mund të jetë revolucionar edhe duke mbetur i qetë, i matur dhe i pjekur. Mund të ndërhyjë në histori duke ngritur jo zërin, por fjalën. Udhës mund t'ja korrigjojë drejtimin vetëm duke vazhduar të ecë në të. Vërtet duket sikur e shkruar për Burhanin e jo për Heideggerin. Në fund na mbetet të shprehim falënderim për shtëpinë botuese Ansar, që ka marrë përsipër botimin e këtij libri unik dhe na ka ofruar edhe kënaqësinë e gëzimin që t'jemi bashkë me këtë promovim fisnik. Autorit i dëshirojmë nga zemra shëndet e vazhdim të shtektimit të tij në shërbim të Islamit e të njerëzimit, të gjithë ju u falenderoj me dorë në zemër për vëmendjen. Faleminderit. Ju falenderojmë profesor për analizën dhe plotësimin tuaj të çmuar mbi këtë vepër.
Me kënaqësi ftojmë për të referuar doktor Justinian Topi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد. Nderuar mikpritës I kësaj sofre, Hoxh Burhan Fili, nderuar Mufti Efendi Turnava, nderuar profesor Lezim Kresniqi, nderuar profesorët shoqatës Alsar, nderuar hoxhallar, vëllezër dhe motra të pjesëmarrës në këtë promovim libri. Me thënë të drejtën, unë kam siklet të lexoj letrat. Kështu që, duke qenë se nëse hoxhallar mbajnë fytbe, atë që kam shkruar në letër mundohem ta them me fjalët e mia. Shumë gjëra që isha ndërmend të thënë, për të thënë parafolësit e mi I thanë. Megjithatë, ka gjëra për shtuar për Hoxhën. Spari Hoxhën e kam njohur me një përkthim libri nga haditheve qudsi, ku Hoxha rezultonte si përkthyes I tij. Më pas, kontakti që kam pas me Hoxhën në distancë ka qenë emisionet televizive që përmendën këtu që umamen ke televizionin shqiptar, të vëshaj që thoshin ne, ku njëherë në javë jebe një emision ku flitej për fenë islam rreth 20 minuta, që me thënë të drejtën e prisme pa durim. Sepse gjuhë që përdor të Hoxha ishte thjesht, logjike edhe linte mbresa. Mirë për fatë keqe emision të zgjati shumë, do të kisha dashur që të kisha zgjatur më tepër, sepse të vërtet në atë kohë ishin një dritare drite për njerëzit, për njohur Zotin, po për njohur Islamin. Më pas, Hoxhën I shikoja nga larg, se atë kohë kam qenë 15 apo 16 vjeç, kam qenë I ri, që ishte goxha aktiv dhe kisha dëgjuar që Hoxha ishte dhe jashtë. Tiso për më shumë për të nuk dija. Më pas njohem me Hoxhën e pasur gjatë para disa viteve kur unë drejtoja lidhjen e hoxhallarëve dhe u njohëm dhe u miqësuam shumë shpejt me Hoxhën. Althoqë të ishim miq të largët, edhe pse diferenca e moshës bën të vetëm, mirë po siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam, al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha iktalaf. Pra, profeti sallallahu alajhi wasallam ka që thotë që shpirtet e njerëzve janë si ato ushtarë që mobilizohen në ushtri apo në luftë dhe ata që njihen mes tyre thotë afrohen. Kështu afrohem edhe me Hoxhën, u bëm edhe miq me të, sigurisht që kjo ndikoi pa diskutim edhe prerë familjare, antikomunizmi I tij, që është një mënyrës I përbashkat. Ka rezistenca kryesisht. Edhe tërmëria e tij sigurisht. Po këtu jemi mbledhur për të promovuar librin e Hoxhës. Në pamjen e parë duket sikur libri është një autobiografi personale. Në fakt, gjatë kohës që ti lexon faqet e librit, unë librin e morova për pak se 2 ditë, pra 1 ditë e gjysmë prapërsisht. Dhe I kalova fletët pa e ndjerë, realisht. Mendoja se Hoxha të flisë edhe për veten e tij, mi po shumë pak flet për veten. Ndoshta në fillimet e vet për marrëdhëniet me familjen, marrëdhënien me babain, këshillat nga vina nga familja dhe disa momente të hershme të jetës së tij dhe pjesa tjetër e rrugtimit të tij e gjitha që Hoxha ndalohet në tosh ka të bëjë me fenë. Pra rrugtimi I tij në shërbim të fesë, të Islamit dhe të ateut. Dhe me të drejtë ti kupton që ai ishte një ambasador I denj, nëse mund ta quajmë këtë emër, ambasador të cilin ai e mori për Islamin dhe për ateun, të cilin ai e mori vetë për sipër, dhe askush nuk e ngarkoi atë, asnjë institucion apo asnjë shtet, dhe sigurisht që ai e bëri shumë mirë se sa të tjerë njerëz mund të jenë të rregjur edhe të jenë të rroktar në këtë punë. Kështu që libri nis me jetën e tij të hershme kur ishte I vogël, peripecit përballjen e tij me komunizmin, se si një profesor I tij për arsye se ai agjironte dhe dënoi atë, por kjo ndikoi që ai ta forconte më tepër besimin. Peripecit e tij në ushtri, se si shpotoi me një dënim I mundshëm ku akuzoi për një vepër që se kishte bërë nga regjimi komunist, për abuzime që dihet që t'i binin atë për shkak të inatave që kishin. Pastaj peripecit e tij në arratisje, se si hap mas hapi u zhvendos në Jugosllavi, më pas në Itali, më pas në Shtetet Bashkuara Amerikës, se si atje mësoi anglishtën, se si atje u takua me Hoxh Bebi Ismailin, apo edhe me mikun e tij, se cilin ai quhet mentor dhe vëlla Eduard Prodhin,
një Amerikan, cili Hoxha I kushton, po them, një nëntitut të veçantë për këshillat, dhe se si ajo është vendosur pastaj në Kairo, se si ajo kontriboi atje për hapjen, duke nisur që nga AE nga zero Radio Kairos apo Radio Islam në gjuhën shqipe. Këtu ndërëm një element, një ngjarje shumë interesante që Hoxha e përmend, se si mas hapjes emisionit të radios në gjuhën shqipe, ambasada shqiptare e regjimit komunist në atë kohë ndikoi dhe bëri presion te shtetit egjiptian që ky emision të mbyllet, sepse ishte akoma në fuqi regjimi komunist, dhe komunistët nuk kishin fe, përveç se thoshin fe shqiptare të shqiptarirë, faktikisht komunistët nuk kanë fe shqiptari, por ka të gjithë. Dhe por mbas përpjekjesh, mbas disa muajsh, 2-3 muajsh, emisioni rihapet. Dhe po I njëjti ambasador I regjimit komunist. Pak vite më pas, është ai I cili e fton Hoxhën në ambasadën shqiptare në Kairo për të kontaktuar me të, për të koordinuar takimin e grupit të shteteve muslimane apo të Ligës Botës Islame, të cilët bëshin vizitoshin Shqipëri. Mase verigjoj u përbys komunizmi. Allah që shanë më ndryshojnë që atit. Shkon se si nga njerëmi bëhet mirë, më të thejë. Nësë mund t'ishë për të t'një. Elementi një ngjarje dytë që përmend Hoxha Borhani është në një konferencë apo një seminar që bëhet në Kairo për çështjen e Kosovës. Edhe se si Hoxha përballet aty me ambasadorin e Serbisë. Dhe e fton më di atë edhe në duel debat publik, edhe pse ai nuk pranon më pas, por si thot Hoxha, anglishtën e dinte mirë, po nga inati thoshte e ngatronte në serbisht. Ishte edhe fjalë serbe. Ja që u rituar. Sigurisht Hoxha dinte shumë mirë anglishtën, sepse nga në Amerika, edhe anglishtën e flet mashallah në theks amerikan. Dhe elementi të do të dalë të këtu zgjatur më tepër, është se Hoxha, nëse ti lexon gjithë faqet e librit, shikon që ka një numër të pa numër, ose një numër të madh njerëzish miq që ai takon, kudo që shkon. Në Jugosllavi, në Itali, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Egjipt, në Arabinë Saudite, kudo që shkon ai gjen miq, gjen shqiptar, të cilët e mirëpresin dhe ka një memore të hatashme që I mban emrat më të gjithë, me emër dhe mbiemër. Çfarë gjofshin ta, lider politik, apo profesor, apo hoxhallar, apo shkrimtar, apo gazetar, dhe I gjithë libri ishin mbushur me këtë aktivitet intensiv të Hoxhës për përpjekjet e tij se si ai është munduar për të shërbyer Azeut, duke përfshirë edhe Kosovën, edhe duke shërbyer edhe Islam, se si ai ka bërë ambasador, edhe një herë them ambasador, një aktivitet I tillë është aktiviteti një ambasadori edhe pse nuk ishte zyrtar, të shkosh takosh princin e Koronës Arabisë Saudite, apo të takosh sultanin e Bruneit, apo të takosh kryeministin e Mahathir Mohamedit të Malezisë. Të gjitha këto ti bësh një iniciative personale dhe pa qenë zyrtar, kjo vallai do të thotë që Allahu xhashanhu I ka krijuar këta njerëz për këtë punë. Me lu fakul mësër më folë kale, si thotë profeti Islam punoni, sepse çdo kujt të lehtësohet ajo për të cilën është bërë. Edhe pse ngjarjet e librit kalojnë lehtëshëm, ama Hoxha ka pas peripeci, të cilat edhe ndoshta nuk I tregon të gjitha në libër. Libri ka mbi 270 faqe, mbi 160 në tituj, ku përmenden emra, personazhe, ngjarje, të cilat janë goxha interesante për të parë dhe janë dëshmi historike, jo vetëm e një personi. Ajo është dëshmi historike e historisë tonë, si shqiptar, po dhe historisë tonë, si musliman në këtë vend. Sigurisht, prisja që Hoxha ta kishte zgjeruar, jam I bindur që ka edhe elemente të tjera të cilat Hoxha nuk I ka përmendur, për arsye që I dije ose për arsye kohe, po do dëshiroja që në botimet e mëtejshme të këtij libri të shtonte ngjarje apo edhe gjëra të cilat ndoshta e ka kaluar në mënyrë të shpejtë për mos të thelluar në to. Pa e zgjatur më tepër, lutem Allahun xhashanhu ta shpërbej për gjithë kontributin e tij, t'ia shkruaj në sevape ditën kur do dalim para Allahut xhashanhu, dhe uroj Hoxhës jetë të gjatë
edhe kontributet më teshme, Zoti ju shpërblet për vëmendje. Ju falenderojmë për kontributin dhe mendimet tuaja të zyra rreth librit të autorit. Dhe tani ftojmë Hodë Sametin e Fundi Avazi nga Prishtina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sot besoni kam pas dëshirë më shumë me ndëgju, sepse vërtet pata çka të dëgjoj, edhe pse shumë nga këto që do të cekën sot i kanë dëgju me vite të tëra, prej vetë mikut tonë, shekhu tonë dhe hoxhës tonë Shekh Burhanit, e që muftiu e ceku se takimi i tij me Shekh Burhanin ka qenë në 1982-ën, unë kam pas fatin që ta takoj rreth 10 vite më pas në 1992-ën në Riyadh, kur na ka vizitu bashkë me rahmetliun Shekh Sabri Koçin në një vizitë të parë që ka qenë në Arabi Saudite të Shekh Sabriu, e që alhamdulillah se vërtet ato vizita mandej nuk janë ndarë edhe në shtete tjera islame. Pra, vërtet e ndi veten të nderuar që ka mundësi me i thonë 2-3 fjalë sot për një personalitet që besoj se në ajo që u tha deri tash jam i bindur se gjithë e kemi pas parasysh edhe kemi ditë, po jam i bindur se edhe sa prej fjalëve edhe prej tregime më udhëtur sa këtu, mendoj se nuk mund t'ja japim hakun kontributit edhe angazhimit që ka pas pra Shekh Burhani, po të cilin edhe siç po e shohim edhe sot e kësaj dite nuk e ndarë. Prandaj, i nderuar Shekh i dashur Burhan, i nderuar kryetari i Bashkisë Islame Shekh Naim Fidit Tamava, i nderuar referues, imam, profesor musafir të respektuar gjithë ju vëllezër dhe motra. Ka tubime ku nderohen pozitat, ka tubime ku nderohen sukseset, por ka edhe tubime si ky i sotmi, ku nderohet një jetë e tërë shkrirë në shërbim të dijes. Ky është një nderim jo vetëm për një person, por për penën, librin dhe amanetin e dijes. Në traditën islame, madhështia e një dietari nuk matet me numrin e viteve që ka jetuar, por me gjurmët që ka lënë. Prandaj, Allah i madhruar në Kur'an porositë dhe thot, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu i ngre në shkallë të lartë ata që besuan nga ju dhe ata që vazhdon tija. Ky ajet na kujton se nderi i vërtet nuk buron nga pasuria apo fama, por nga besimi dhe dija e dobishme. Sot nderon një dietar i cili edhe pse në moshë nuk e ka lënë penën, ai vazhdon të shkruaj, të hulumtoj dhe të ndriçojë mendjet. Kjo është pamja më e bukur e asaj që Imam Ahmedi radiallahu anhu e shprehu me fjalët e tij të njohura ma al-mahbara ila al-maqbara. Me bojshishen deri në varr. Bojshisha që është përdorur për pena që kanë shkruar në atë kohë. Këto fjalë nuk janë vetëm një moto për studiuesit, ato janë një filozofi islame e jetës. Besimtari nuk pushon së mësuari dhe së dhëni për sa kohë që zemra i rreh dhe mendja i punon. Dietarët tanë të mëdhenj e jetuan këtë parim. Imam Nevoiu jetoi pak, por mbushi botën me dije. Imam Ibn Taymije radiallahu anhu shkroi edhe në burg. Ibn Qayyimi vazhdoi të mësonte e të shkruante në çdo rrethon. Sayyid Qutbi rahmetullahi alayhi në tafsirin e tij të Dilalit vërtet fjalën e fundit e dha gjithashtu në burg. Naimi jon jetoi shkurt, por na dha shumë. Hafiz Ali Korça ishte i padashëm në Hoxhbuk dhe Shkremën, po ashtu dhe Dalliu e Molla Sharif Efendi Ahmeti e sa prej dietarëve që vërtet i ka pas ky popull dhe i ka e shumë të tjerë. Ata na lanë trashëgiminë se pena e dietarit është një formë adhurimi kur vihet në shërbim të së vërtetës. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhis salam ka thënë, kur vdes njeriu i ndërhyjten veprat përveç 3 gjërave. E njëra prej tyre është siç e dim pra edhe dija prej së cilës përfitohet.
Ky hadith na bën të kuptojmë se librat nuk janë thjesht faqe të shtypura, ato janë jetë që vazhdojnë të japin fryte. Mësues që vazhdojnë të flasin edhe kur autori nuk është më në mesin tonë, dhe sadaka që rrjedh brez pas brezi. I nderuari Sheikh Burhanuddin, ju falenderojmë për burimin, për kushtimin dhe shembullin që na keni dhënë. Në një kohë kur shumë njerëz lodhen shpejt, ju na keni treguar se dashuria për dijen, shkrimin dhe librin nuk plaket. Vitet kanë kaluar, por zelli juaj për të shkruar ka mbetur i ri. Lusim Allahun xhaleshanuhu t'ju jap shëndet, bereqet në kohë dhe qartësi në mendje. Lusim që çdo shkruan që keni shkruar në lobi të fesë, kombit dhe njerëzimit, ta gjej vendin në peshorën e veprave tuaja të mira në ditën kur as pasuria e as fëmijët nuk na bëjnë dobi, përveç atij që vjen tek Allahu xhaleshanuhu me zemër të pastër. Para se ta përfundojmë në emrin e dy fjalë që mendoj se vërtet i përmenden edhe referuesit më herët, por kisha me cek në vazhdën e asaj se vërtet kanë ngrit marrëdhënie kundër që ka shku, kanë njoft njerëz të shumë, edhe veçoria e Sheikh Burhanit që për veti nuk njeh njeri tjetër nga mesi njerëzve që i njeh, miq domthon që kemi të shumë. Është për njerëzve që mënyrën më të veçantë i mban lidhjet me shokët e tij. Nuk kam pa njeri, nuk jam prej tyre asë në vetë spari, po edhe s'kam pa njeri që njërë, edhe shokë që kanë, e që i mban lidhjet me shokët që i ka, si që i mban Sheikh Burhan Fili. Edhe me ata që i ka shumë matrisëve, prej të cilëve llogarisë jam edhe unë. Allah inshallah na fal, e Allah e shpërblen inshallah Sheikhun, e inshallah edhe shumë vite tjera, ta kemi në mesin tonë, edhe me shumë libra, po edhe kontribute. Allah e shpërblet, selamun alaikum. Ju falenderojmë më të nderuar për këto fjalë mësuese dhe amin të duaje. Ndoshta dikush nga ju dëshiron të flasë, por për efekt kohe nuk është e mundur diçka e tillë. Dhe tani kemi kënaqësinë më të veçantë të ftojmë në podium autorin apo arsyeën e këtij aktiviteti, zotërin Burhan Ardin Sejdi. I nderuar. Ju falenderojmë që përmes se vepre keni ndarë me lexuesin një pjesë të çmuar të jetës suaj. Ju ftojmë të ndani me ne mendimet tuaja, emocionet e këtij përvjetori të rëndësishëm dhe mesazhin që dëshironi të përcjellni të pranishmëve dhe lexuesve të këtij libri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur bijë dhe bija. Alhamdulillah që Allah më rejtë mujtën këtë të bim në këtë hotel që dikur i në pak njerës në te se vetë jetë ishte të tjerë. Se po të një këtu në të kohë, dyshoj se nga i mërë paratë se ishte shtajnët. Pra ishte vend për elitën. E sa sot, hymë këtu, Shqipëria është tjetër, është e lirë. Por, jo aq sa duhet dhe sa e meriton populli shqiptar. U dëgjova të gjithëve, vëlla Justin, vëlla Valentin, vëlla Bojarin, dhe vëlla dhe mikën tim historik, Naim Efenin, Astrid Efenin, Ali Bardin që e delegoi Astridin. Të fjallë që dëgjova isha të menu për kënja të fortë. Kur njoha i tjetër Kur'an, me thënë drejtën fjallë bukra, fjallë qëllume, thurëna me mjeshteri, por a thuja më rajë. Nësë Allah i lëshanu që të bëjmë për ty që jam në menimet tuja të mira që keni për mu. Pralia ju i sot që keni arë nga viset ndryshme, shprej fare qartë dhe mirë, dëshire që keni për të qenë bashkë për hirë të Allahut, për të taku t'i kenë që ka ulltu, që t'ka bërë diçka, ose për të njoftë ma mirë dhe ma aftë.
Jam I njohur të gjithë, sidomos të rive dhe të rejave, të cilat kanë marrë rrugën për ardhur këtu. Pandër vllazët e mi të cilët kanë ardhur nga Shkupi, kanë ardhur nga Mitrovica, kanë ardhur nga Ulqini, në këtë ditë të nxehtë, varr, zhek. Por njeriu që don të jetë afër Mesisë, nuk e ndërron asgjë, as acarin dhe as varr. Allah në bashkoftë në dhe duke pas parasysh gjitha që dëgjume të vllazërit tonë dashur, nuk po përmendet se është nevojë të zgjatur më tepër. Por ju jam në njohës. Gjithë, pa përjashtim, që pas mirësi të vini të merrni pjesë në këtë vim. Libri në gjuhën e shëktimit tim është zëvendësi im, merrni dhe sillu më mirë me te. Nëse nuk pajtoheni në I vend dikur, me zemër gjanësi tuaj, bani sabër. Pa një herë, libri nuk është në diçka që po është një shprehje asaj që nuk kam përjetuar. Dhe më mërmenja se diçka mund të jetë që të nevojitet nga rrugtim e sipër, sidomos rinis. Që kur mos t'jetë pesimiste, që kur mos t'jetë inferiore, dhe ku të që t'jetë, vetëm ose me kanë, ta shfaqin me dignitet atë dhe kush është. Pa marrë për se ku mund zinë, çfarë situate, ajo sa ajo duhet të jetë e kaqë në të thonë se unë jam Mr. Dhe të shprehet me dignitet. Dhe ajo që u shpreh nga vllazët, t'jeni të tillë që po të që shkojnë nesër, të bëni shoqëri me njerëzit tjerë, ta ndani mirësinë me njerëzit tjerë, siç e ndan burrat e mëdhenj që libri I ka me mu, që ishin në shtetësi tjetër, mosh tjetër, komësi tjetër, edhe nga anë intelektuale ishin shkallë tjetër. Por mirësia nuk ka në shtetësi. Mirësia I takon të gjithëve, dhe ne duhet të ngarenim, të prapojmë, të amarim atë, të arrujmë, të zhvillojmë dhe të ndajmë me tjerë. Allahu në bashkoftë në herë, Allah në dhashtë mira në dynja në ahiret, Allah e rujt të rinin tonë, Allah e rujt vatanin tonë, Shqipëni, Kosovë, gjitha viset tonë. Allahu në bëhë për tyne që jemi gjithmonë, jetojmë me tërtë, jetojmë me gajde, me concern about për dinin tonë, për fejnë tonë. Dhe përndasem ka jërë në fjallë e ujë me hinë, por ju të dini gjumë mirë, Allahu I rujt dhe falenderoj Zotin me digurin për kontributin e tij të shmushëm dhe I falenderoj të gjithë të vllazën të cilët patën mirësinë ta marrin librin, ta lexojnë dhe të shprehin të shka të saj që për mua është megjithësisht një mësim sikur takova një program tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tani sipas programacionit që kemi bërë, domethënë është për mua personalisht duaja e autorit dhe tamam dua, por është një nder gjithashtu që për duan e fundit do ta përmbajmë. Datat përmore dhe më të sinqerta ja shprehim Allahut gjitha botëve. Atij takon falënderimin e fillim dhe mbarim. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin gjurmët e tërëtorit tënë në rrugën e dijes. O Allah I madhreshëm,
Ti në librin tënd ke thënë, Allahu do t'i lartësojë në shkallë të lartë ata që besuan për jush dhe atyre që është dhënë dija. Bëje këtë premtim pjesë të shpërblimit për autorin e këtij libri, i cili edhe pse në moshë të shtyrë vazhdon të jap frutet e dijes dhe shërbimit ndaj fesë. O Zot i madhëshëm, bekoje jetën e tij, shëndetin dhe gjithë familjen e tij, ya Rabbel Alamin. Pranej këtë vepër si sadaka dhjese, bëje dritë në varrin e tij, rëndoje peshorin e veprave të mira dhe bëje shkak që shumë zemra të udhëzohen, shumë mendje të ndriçohen dhe shumë besimtare të përfitojnë prej saj, ya Rabbel Alamin. O Allah, na bëj edhe ne prej atyre që mësojnë të vërtetën, e praktikojnë atë dhe përcjellën të tjerë në urtësi, sinqeritet dhe butësi, ya Rabbel Alamin. Bekoj të gjithë ata që ndihmuan në botimin e këtij libri, organizimin e këtij promovimi, referuesit dhe gjithë ata që morën pjesë në këtë tubim, shpërblej për kohën, mundin dhe kontributin e tyre, ya Rabbel Alamin. Na fal mëkatet tona, prano adhurimet tona, bashkoj zemrat tona në të vërtetën dhe mos na largo kurrëherë nga rruga e drejtë, ya Rabbel Alamin. Na dhuro fund të mirë dhe na bashkon në xhenetet e tua me pejgamberët, të sinqertit, dëshmorët dhe devotshmit, ya Rabbel Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana, në këtë botë të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pranoj edhe njëherë këtë tubim nga ne, sepse ti je dëgjuesi dhe i gjithdijshëm. Na fal neve, zgjat të dekun, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Atëherë falenderoj për pjesëmarrje, ka veprimtari dhe për përfitimin e librit të autorit dhe kulturës sonë, në rëndësim Sa që unë mund të vitë martë nga ju. Se majda më.